Një nxjerrim vetëm aty. Kemi për të marrë dru, kemi për të rregulluar gjëra të gjalla. Çka ka shtëpia ne rreth natën? Jo, në rreth aty. Ne jemi për të burrë. Pra, kështu Allahu xhallahu ja ka lehtësuar disa puna saj, ja ka rëndu burrit. Pra kur nuk kemi të barabartë në kryerjen e detyrave. Ama si insan para Zotit jemi i saj. Allahu i ka caktuar detyrë shumë të rënda, lindjen për shembull. Por me atë lindjen, me rreth ato fëmijë, mi duku ata, rreth të ka shpia, ato e ka rrogën e vetë. Pra, le ta ngjojmë me vëmendje, t'ja u tregojnë edhe grave të tjera, edhe ju bashkëshorteve t'juja, me këto punë, 3 punë, fotesh në xhenet. Masanej, Zoti na ruaj, një gru i ka thonë bashkëshortit vetë, më falni, një burr i ka thonë bashkëshortit saj, të lutem, bashkëshortës saj, të lutem mos më hik nga shtëpia, se unë do hik për disa kohë. Pra një nga tmerret e bashkëshortit është kur gruaja hik lesh vëj, se diti se në drejtim pa ditur i ka thonë. Edhe është vënon diçka burri, përfundimisht kësaj i ka vdek baba dhe s'ka shkuar se vdekit babës. Me ma thonë njerëzve se, çuditë to, po që është këtu, burgosje, sepse këta dunë gjenë metodat lehta, dunë të thëjnë çdo bllokat për të hyrë ke bashkëshortja që t'i shkatërrojnë ato. Pra ne i kanë miratuar disa gjëra të poshtra, me qëllim që t'i kenë, si ta thënë kafshat në dorë vetë, për të arritur për gjithë shtigje për të hyrë. Edhe i thotë, vjen i shoqi, thotë ka vdek baba. A s'ke shku hiç? Jo vallai. Më ke thonë, pa ardhur mos më dil për shtëpi. Urdhë, rregull, jetë bashkëshortore kjo është, pra jetë kolektive me bashkëshortën kjo është, pra na që lloj bashkë, ta mbyllim bashkë, po kështu është rregull. Do me jetu vetëm, po çat dush. Mos u marto hiç, po çat dush. Ama po bën bashkë, ka rregull edhe për mua, edhe për atë. Shkoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo gru e cila ka respektuar dhe ka ndjuar fjalën e burrit saj, thot nuk ka ik nga shtëpia, babën e vet e ka çuar xhenet. Zoti e ka falë këtë njeri, thot se ka vetë gos mirë, i vajzë mirë. Dhe ajo ti ndjoj, respektoi fjalën e bashkëshortit saj dhe shkoi në xhenet. Mbaroj çështën. Mos harroni asnjëherë burrët edhe këtë. Ju bekoj Zotit.